Ka nisur zyrtarisht shpërndarja e zarfeve të votimit për shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe janë të regjistruar për të votuar nga jashtë në zgjedhjet e 11 maj 2025. Njoftimet për dërgimin e zarfeve janë dërguar sot përmes emailit dhe mesazheve telefonike nga kompania DHL, e cila është angazhuar në procesin logjistik të dorëzimit. Zarfi u dërgohet votuesve në adresën e deklaruar, por në rast se ato nuk ndodhen në banesë, dokumentacioni i votimit zhvendoset në pikën më të afërt të DHL-s. Autoritetet njoftojnë se në disa zona të Greqisë, shpërndarja do të vijojë edhe gjatë fundjavës me orare të zgjatura pune. Shumë nga pikat e DHL-s do jenë të hapura nga ora 9 deri në orën 15 për të mundësuar marrjen dhe dorëzimin e zarfeve nga votuesit. Janë mbi 6 pika të hapura në Athinë, ndërsa në qytetet e tjera janë në Selanik, Larisa, Patra dhe Hania. Në rast kur qytetarët kanë marrë njoftimin, por ende nuk kanë marrë në dorëzim zarfin, udhëzohet të kontaktojnë DHL në numrin qendror, duke përdorur numrin identifikues të dërgesës, ose të kontaktojnë zyren më të afërt që u është komunikuar me SMS me datë 25 prill. Votuesit kanë gjithashtu mundësinë të dorëzojnë personalisht zarfin e tyre të votimit në një pikë DHL, ose të kërkojnë që zarfi të tërhiqet në banesën e tyre. Për të ndjekur statusin e zarfit të votimit, mund të përdoret adresa zyrtare DHL. Procesi i votimit nga jashtë për zgjedhjet e 11 majit është një moment kyç për përfshirjen demokratike të shqiptarëve në diasporë. Organizatorët i bëjnë thirrje të gjithë votuesve të ndjekin me kujdes njoftimet dhe të respektojnë afatet e kthimit të zarfeve.